Një ditë para 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar në Prishtinë, ku ka zhvilluar takime me krerët e shtetit dhe ishte i pranishëm edhe në promovimin e librit Kur heshtja flet, të autorit Ahmet Shala. Libri Ahmet Shalës paraqet një pasqyrë të thedhuar mbi përballjet ligjore që kanë përjetuar ish krerët e UÇK-s në Hag dhe sfidat morale e politike që i kanë shoqëruar. Promovimi në Prishtinë u shndrua në një moment reflektimi mbi të kaluarën dhe drejtsinë, duke mbledhur figura kryesore të jetës politike dhe publike të Kosovës dhe Shqipërisë. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vepruar me guxim dhe integritet për të mbrojtur institucionin e presidencës nga ndërhyrjet e padrejta të prokurorisë dhe për këtë arsye ajo është kërcënuar. Mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidentja e Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet, por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë. Edhe nga Prishtina, kryeministri dënoi kërkesën e prokurorisë në Hag për dënimin me nga 45 vite burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasnishin dhe Recep Selimin. Por çështja është që ata nuk janë thjesht idiot. Ata janë instrumenta të një gjykate e cila është edhe më politike, fatkeqësisht, se sa gjykatat e Serbisë. Për perëndimin flas. Nëse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjalli për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clinton, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blair, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve dhe faktikisht duhet të ndodhi eksaktësisht ajo që ka predikuar Slobodan Miloševići, që dhe ai bashkë me atë tjetrin Zviceranin mos gjet kur prej aty ku është. Edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, foli për padrejtësitë që lidhen me këtë proces, duke i quajtur këto gjyqje një kërcënim ndaj lirisë dhe pavarësisë së vendit. Ajo nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të drejtave të qytetarëve për të mos lejuar devijime nga parimi i shtetit ligjor. Liria e fituar me sakrificë nuk kërkon zë të lartë për të mbrojtur, por kërkon qëndrim të drejtë, kërkon kujtesë të përhershme, e mbi të gjitha kërkon drejtësi. Sepse bijt e bijat e këtij vendi që dhanë gjithçka për atë dhe secili prej nesh që jemi sot këtu. E dim se një histori e shkruar me gjak, asnjëherë nuk mund të fshihet e as të shtrembrohet nga gënjeshtra të shkruara në letër. Autori Ahmet Shala shpjegoi se motivimi për të shkruar librin ka ardhur nga dëshira për të transmetuar përvojën e dhimbshme të luftës dhe pasojat e saj të brezat e rinj. Ai e përshkroi veprën si një rrëfim të thjeshtë, por të rëndësishëm, që synon të jap një pasqyrë të sinqertë për betejat morale, politike dhe njerëzore që e shoqëruan periudhën e pas luftës në Kosovë.